ato nisën prej mendësisë vetë, se kanë qenë vegël Gruevskit, Sasho Mjalkovit e mandej tjerëve, dhe mendoj se gjithë shqiptarët duhet të jenë vegla dikujt tjetër. Nëse bëjmë krahasime, duhet i bëjmë krahasimet, domethënë, qeverisës Gruevskit dhe qeverisës Mickovskit tash. E treta, zoti Ahmeti ka pretendu edhe tash pra me Mickovskin të bën qeveri, jo me Zaevin e me Kovacevskin, se ato nuk janë me peshë politike, domethënë janë në gjendje tronë si opozit. Po për hir të opinionit në Kosovë, se opinioni këtu me vetë votimet që ka ndodhur, tregoj se kush punon edhe kush flet. Në vazhdimsi flitet për degradim çështjes shqiptare, po kur ju bën pyetje, hajde numëroj 3 çështje ku ka degraduar çështja shqiptare, ato ndalen. Përmendin çështjen e balancuesit, çështjen për opinionin në Kosovë. Jo, unë flas për opinionin në Kosovë.